Ashtu si që kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro, duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve. Nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rriten për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sikur se çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjet, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjell vështirësi të shumta për to. Në rend të ditës e kemi edhe një vendim të rëndësishëm për artin dhe kulturën, për skenën e pavarur në veçanti, miratimin e rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik dhe kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e pavarur. Rregulloria të cilën artistët mezi po e presin, e ul dukshëm burokracinë dhe lehtëson aplikimin e thirrjet e hapura të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe hap rrugë për digitalizimin e gjithë procesit të aplikimit, sepse të vetmën gjë që artistët ja vlen të presin është inspirimi. Ju faleminderit të gjithëve e tash po vazhdojmë me rendin e ditës të parapar për mbledhjen e sotme. Pika e parë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesit verbalit dhe transkriptit mbledhjes 270 dhe të ekstrakteve të procesit verbalive të mbledhjeve 271 dhe 272 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të qeverisë, ekstraktet e procesit verbalive dhe transkripteve u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes sotme të qeverisë të 273. Nëse nuk ka dikush ndonjë vretje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pra, pensionin bazik të moshës, të cilën e kemi gjetur 90 euro, tash po e bëjmë 150 euro. Kjo i bie një rritje e jashtëzakonshme pa parë më herët, prandaj faleminderit shumë për këtë votim.